Sot ne kemi nisur pikërisht me zemrën e projektit, që është siguria në shkolla. Me 20 shkolla të parat, që janë përzgjedhur për nga dënësia e numrit të nxënësve, për nga dënësia e popullsisë përreth, për nga intensiteti i vëmëtarive rreth e rrotull dhe patjetër edhe për nga domosdoshmëria që duke testuar modelin pikërisht në këto 20 shkolla, ne të nxjerrim të gjitha konkluzionet e nevojshme për të vazhduar me fazat e tjera. Besoj që sot të gjithë prindrit që kanë fëmijët në shkolla duhet të ndjehen mirë, duhet të ndjehen të lehtësuar për faktin që qeveria, ndryshe nga si përshkruhet në të përditshmen e jetës kanaleve sociale dhe në të përditshmen e jetës pa 1 minutë gjumë të algoritmit, është një trup e cila thot atë që bën dhe bën atë që thot. Natyrisht, çdo gjë kërkon kohën e vet. Ministri foli edhe për pengesat që ka pasur projekti. Nuk ka projekt që të mos ndesh pengesa, qoftë parashikueshme, qoftë pa parashikueshme. Por sot jemi në një moment kur projekti merr jetë dhe tani nuk ndalet më me shtrirjen e tij në të gjithë territorin. Duke shënuar një fazë të re historike të përpjekjes shtetit për të ngritur në një nivel tjetër menaxhimin e sigurisë publike dhe duke garantuar kështu që shumë çka që ne e kemi deri më sot ndjekur si problem thjesht dhe vetëm me syt dhe me forcat njerëzore, të ndiqet edhe me mbështetjen e inteligjencës artificiale, jo vetëm në shkolla, po në të gjitha rrugët e vendit, jo vetëm në të gjitha rrugët e vendit, po dhe në komunitete. I gjithë projekti është i ndërtuar në mënyrë që sistemi të informojë në kohë reale për rrezikun. Jo, siç e tha ministrja, thjesht të ruaj një informacion që pastaj duhet marrë duke hapur sistemin e duke nxjerr informacionin kur fakti ka ndodhur. Për të thënë një nga detajet, nëse një fik del nga xhepi në cilin do vend publik, jo vetëm në shkolla, po dhe në rrugë, sistemi jep me njëherë informacion në qendrën e monitorimit. Mund të jetë krejtësisht e parezikshme, po mund të jetë dhe rrezikshme. Nëse një person në kërkim sot është një person që ka shumë mundësi të fshihet gjatë procesit kërkimit, sistemi e bën pothuajse të pamundur që në momentin e reagimit policia të mos di se nga drejtohet. Historia e makinave që kryen akte kriminale dhe pastaj gjenden të djegura në një pozicion disa kilometra nga vendngjarja nuk mund të ndodhi më, për shkak se sistemi e shef makinën përpara se sa makina të ndalet dhe informon se ku gjendet makina.
Po kështu historia e dhimbshme, sado që ne kemi përmirësuar procesin, por procesi vazhdon të ketë dhimbjet e veta, e ndalimit të automjeteve në rrugë për kontrole që pastaj shoqërohen edhe me shkëmbime indulgjencash mes policit dhe drejtuesit të automjetit, nuk ndodh